Përshëndetje. Unë quhem Engji dhe sot kam nderin të të shoqëroj në një meditacion të vogël me temë kur të mungon një person i zemrës. Është një emocion i vështirë që vetëm ndihet në zemër dhe është shumë e vështirë të përshkruhet me fjalë. Dhe nga që ndodhesh sot këtu për fat keq, mendoj që ti po e përjeton këtë emocion. Së pari të falenderoj që erdhe këtu. Kjo do thotë që je duke marrë një vendim shumë pozitiv për shëndetin tënd, mendor dhe fizik. Në budizëm flitet shumë për ndjenjat negative dhe si mund t'i kalojmë. Dhe për herë thuhet që ne njerëzit nuk kemi shumë kontroll në gjërat që na ndodhin, po kemi kontrollin në mënyrën se si interpretojmë gjërat dhe çfarë bëjmë me to. Prandaj unë të ftoj që të gjesh një vend të rehatshëm për minutat që vinë. Do bëjmë një përqendrim tek frymarrja dhe do i çojmë oksigjen zemrës. Dua që dish se në çdo moment gjatë kësaj videoje mund të vi të qash dhe përveç se nëse nuk ndodhesh në një vend ku të qash është në rregull, të ftoj të lësh të gjithë lotët të dalin jashtë, në qoftë se ato dojnë. Përndryshe, vetëm qëndro me frymarrjen dhe me zërin tim. Le të nisim. Ftoj të marrësh një frymarrje të thellë ku ti mbushësh mushkëritë plot me oksigjen. Njëtë shumë sa nuk mund të mbajnë më. Dhe mbaje këtë frym për disa sekonda. 5, 4, 3, 2, 1. Dhe lëshoje nga hunda, nga dalë. Le ta përsërisim. Merr frym thellë dhe çoje deri tek zemra. Nga këtu, mbaje disa sekonda. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dhe lëshoje. E përsërisim edhe një herë, për tani. Merr dorën, njërin dhe vendose mbi zemër. Të ndjej rrahjet e zemrës që transmetohen përmes lëkurës tënde. Dhe së bashku, le të marrim frym edhe një herë thellë deri në zemër. Dhe mbajmë për 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Dhe lëshojmë. Duke e mbajtur dorën në zemër, të shpresoj me sytë mbyllur në mënyrë që ta orientosh përqëndrimin brenda teje. Të ftoj të vësh re emocionet që përkalojnë në trupin tënd tani, dhe ndoshta edhe mendimet. Tani të ftoj të mbash një qëndrim të tillë, të brendshëm, në mënyrë që ti, substanca jote, ajo që je, të jetë si qielli, ndërsa mendimet dhe emocionet të shikosh si ret që po kalojnë në ty, por nuk janë ti. Ti i je qielli, emocionet, ndjesit dhe mendimet janë ret. Ret janë në qiell, por qielli nuk është në re. Ftoj të mbash këtë qëndrim të brendshëm në minutet në vazhdim, ndërkohë që unë jam këtu me ty, duke kaluar fiks të njëjtën gjë si ti. Nëse gjen një ndjesi, e cila mund të jetë e rënd, përvluese, ose e ftohtë, si empir, çfarë do lloj kualiteti që të ketë, thjesht shikoje. Dhe përpiqu që të mos e prekësh, ose të identifikohesh me të. Thjesht vëre. Trajtoj si një kalimtar që po kalon përballë shtëpisë tënde dhe mos e fto të futet në shtëpinë tënde. Që dhe thot se mos u fut në temën ose në emocionin që po kalon brenda teje. Vetëm lëre të kaloj. Vëre, shikoje, ndjeje. Sidomos nëse po të merr malli për një person dhe nuk e ke afër, ndoshta është në punë, ndoshta është në një qytet tjetër, në një shtet tjetër, ndoshta për fat keq personi nuk jeton më, ka ndruar jetë. Vërej se çfarë narrative, çfarë mendimesh prodhon mendja jote. Çfarë historiet po të tregon në mënyrë që të bëjnë të ndihesh keq. Thjesht bëri ato mendime. A është, për shembull, nuk duhet shikosh më atë person, a është frika që ndoshta nuk do shiheni më,
është fakti që është vështirë të takoheni, ndoshta nuk ke gjendjen financiare mjaftueshëm që të marrësh një bilet dhe të shkosh të takosh, se ndoshta është pamundur që të takoheni tani. Vëri se çfarë mendimesh po prodhon mendja jote. Vëri se çfarë emocionesh po prodhon trupi yt. Duhet të them diçka të rëndësishme tani. Pavarësisht se emocionet dhe mendimet kanë aftësi tej masit bindëse dhe shumicën e rasteve të bëjnë t'i besosh verbërisht, sepse të prezantojnë evidencë që janë reale. Duhet të të vë me këmbën në tokë dhe të ftoj të besosh një realitet tjetër, i cili është se shpesh herë emocionet dhe mendimet tona, pavarësisht se duken shumë të vërteta dhe kanë aftësi tej masit bindëse, nuk janë përherë të bazuara në të vërtetë dhe në realitetin e vërtetë. Janë shumicën e rasteve produkte të mendimeve tona dhe të perspektivës sonë të limituar. Ishtë lëre këtë shprehje të bën një efekt në perspektivën tënde. Nga ana tjetër, ka raste ku të mungon dikush dhe është krejtësisht e pamundur të takosh sërish, sidomos kur ai person ka ndruar jetë. Normalisht që atëherë perspektiva nuk është e limituar, sepse nuk mundesh të takosh më të paktën fizikisht. Por në të gjitha rastet është e mundur ta ndjesh dashurinë, sepse problemi kur të mungon dikush është që ke aq shumë dashuri për brenda që nuk di nga ta çosh. Dhe kjo është ajo që na shkakton dhimbje, sepse ndjen atë dashuri që po pluskon, po shpërthen për brenda. Por nga që personi nuk është fizikisht këtu, duket sikur nuk ke nga ta çosh. Dhe nuk ke kujt ja japësh tjetër, sepse kjo dashuri i përket vetëm atij personi. Dhe në këtë mendim që vjen nga rryma e psikologjisë teleoterapisë, duhet të t'jap një sugjerim të fundit që të ndjekësh rrymën e intuitës tënde. Ka diçka ose shumë gjëra në jetën tënde ku mund të shfaqësh këtë dashuri që për momentin nuk mund t'ja japësh personit të zemrës tënde. Për mua, t'jap shembullin tim, unë me emocionet edhe mendimet që kam, shkruaj në poezi, pikturoj, i kërcej, ndonjëherë shkruaj histori të shkurtra, shkruaj në ditar, ja shprehu një personi të besueshëm,
ndonjëherë dal të shëtis dhe marr iPhone-in dhe hapi regjistrimin vokal dhe thjesht flas me vete për njaç kohë sa jam duke shëtitur në natyrë. Dhe kjo më ndihmon. Ky meditim ishte më shumë vokal se sa meditim tipik. Prandaj para se të lë në këtë video, dua të të lë me një sugjerim që cila do ishte një mënyrë se si mund të shprehësh dashurinë që ndjen dhe atij personi që në këtë moment nuk mund t'ja japësh. Çfarë mund të bësh me të? Mundësit janë të pafundme. Shembuj që dash ishin shumë të limituar për pafundësinë e mundësive që ekzistojnë aty jashtë. Prandaj, kujdesu për të gjithë atë dashuri që ndodhet tani brenda teje, të shfaq në një mënyrë që është krejt origjinale për ty, sido që t'jetë. Dhe nëse ke dëshirë, mund të më lësh një koment, të më tregosh se cilën mënyrë zgjolle për të shprehur emocionin që ndjen. Të uroj një ditë të bukur, uroj që të ndjesh pak më mirë tani, dhe uroj që të ndjesh atë dashuri për brenda si një diell gjigant që pavarësisht se i përket një personi tjetër, kjo dashuri është edhe jotja që ta ndjesh. Të dërgoj shumë dashuri nga unë, Angie.